Vajza shqiptare që dëgjon zëra. Ndiqeni deri në fund këtë video sepse jam I bindur që do t'ju abis. Përpara se të filloj, kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes si shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashk. Ishte viti 2013 kur një zotëri, shumë burr zotëri, më kontakton. Dhe më thot, zoti Nadir, dua t'ju flas sepse kam një hall të madh. E kuptova dhe nga mënyra të shkruarit që ishte një zotëri, burr zotëri, mirë po nuk kisha kohë sepse ishte momenti që ne regjistronim nga mëngjesi deri në darkë, nuk shihja dot familjen, kthehesha në darkë dhe ikja në vonë, në orën 12 natës dhe ngrihesha në orën 5 të mëngjesit. Dhe I thash, më kontakto, që të flasim thash sepse nuk kam kohë. Më kontaktoi, zotëria ka punuar në bashki. Nuk mund të them dot emrin, por është një zotëri që ka studiuar dhe një pjesë të jetës tha e kam zbuluar, por ka disa gjëra tha misterioze që unë nuk mund t'i zbuloj dot. Ai kishte qenë te priftërinj, te hoxhallar, te çdo kush, por nuk e kishte zgjidhur dot askush. Dhe ndaj më bëri këtë pyetje sepse donte që të zgjidhte një problem. Kush ishte problemi? Vajza e tij që dëgjonte zëra në kokë. Po, zëra në mendje që ajo nuk dinte se nga I vinë dhe nuk di akoma, ende sot sepse vazhdon akoma sot të ketë zëra në mendje. Nuk mund të them nga cila zonë e Shqipërisë është, por dikush nga ju do ta kuptoj sepse do t'ju them se çfarë ndodhi. Ndiqeni me kujdes, sepse në fund fare ka disa surpriza shumë të rëndësishme. Zotëria, në fjalë, punonte në bashki, siç ju thash, dhe ai një ditë, kur vajza ishte 8 vjeçe, I tha çau dhe thoshte mos dil, nuk do ikësh sot, mos dil, nuk do ikësh. Ai u acarrova tha, çfarë është kjo, unë do ikin punë tha. Edhe u mërzita tha dhe ika. Dola tha, atë ditë ka bërë një aksident të rënd. Disa nga ju padyshim do ta dinë se kush është, sepse atë doli dhe nëpër gazeta që një djalë përplasi një makinë dhe ky ishte brenda ky zotëria dhe ka ndenjur javë të tëra që kanë qepur, bile disa orë ai pa një dritë e ku ta di unë sepse për pak vdiq. Pra kishte lezione të rënda, pra fraktura. Dhe si përfundim shkoi në shtëpi, por gjatë atyre ditëve në spital ai nuk foli asnjëherë me vajzën. Dhe as gruas nuk I tha gjë, por kur u kthye në shtëpi pas disa kohësh, flet me gruan dhe I tregon gruas. Gruaja nuk ishte e surprizuar, më tha. Nuk ishte surprizuar duke sikur ajo dinte çdo gjë, sepse si duket vajza fliste me të, por jo me mua, tha ky. Dhe pastaj tha një ditë që ishte pas dite, kështu pas dreke, ishte ditë diel, tha ulëm aty dhe po flisnim mes neshta. Dhe unë djalin e vogël tha e kisha aty, tha, dhe ai u ngrit, djali tha po loste brenda në shtëpi. Dhe unë tha me shumë delikatesë pyeta, moj zemre e babit, pse më the atë ditë, se më ka mbetur në mendje, tha, pse më the atë ditë ta kështu. Ajo një të mbushur syt me lot, tha, dhe nuk dhe dridhej. Dhe unë tha e përqafoj, tha, më thuj babi, tha, nuk do. Me një fjalë me shumë delikatesë ta e mora që të më thoshte se çfarë kishte ndodhur, se nga e dinte ajo që unë atë ditë do bëj aksident. Dhe më tha, mua unë kam më flet një zë. Si të flet një zë? Një zë më flet në kokë. Një zë të flet në kokë. Dhe unë tha, ç'është e vërteta, tha, jo vetëm mua bita, por thash tha, o Zot, vajza ime tha është çmendur. Dhe gjën e parë tha, sepse ne jemi ignorantë. Jemi ignorantë se na duket tha, ne çdo gjë është mister. Bota që na rrethon çdo gjë është mister tha, por ne na duket tha se ne mund të zgjidhim problemin sepse ka një problem. Por ne nuk e dim tha që mund të mos jetë problem. Dhe zotëria, si që thash, ka mbaroi shkollën e lartë, ka parë shumë, etj. Dhe si përfundim e çova tha tek një hoxh, nuk e zgjidhi. E çova tek një hoxh tjetër, as ai nuk e zgjidhi. E çova tek disa priftërinj. Dhe gruaja më thoshte, po mos o burr, kjo ka lindur e tillë, më thoshte gjithmonë. Ka lindur tha se nuk thoshte ty, tha, më ka thënë mua tha si nën. Gjithmonë më thoshte që unë dëgjoj zëra. Dhe ajo u mbyll në vetvete. U mbyll vajza gjatë atyre viteve dhe kur më ka kontaktuar ky zotëria, sepse kishin kaluar vite, në vitin 2013 siç ju thash, ajo padyshim tha që dëgjon zëra, tha, po nuk ma thot, sepse unë e kam pyetur disa herë. Në atë kohë vajza ishte 15-16 vjeçe, një gjë e tillë. Dhe si përfundim
kemi folur 48 minuta, një gjë e tillë. I thash unë dëgjoj, unë për mendimin tim thash kjo është një dhunti, nuk mund t'i thosh ato sepse mund të ishte një njeri që provokonte ose një njeri që kishte dalë kot për fjalë. Dhe ja thash me shumë delikatesë, nuk mund t'i thoshe që ti isha unë në vendin tënd, do ikje nga Shqipëria dhe ta mbaja vajzën sepse është dhunti, është diçka e vërtet dhunti. Dhe si përfundim, ai e çoi edhe jashtë shtetit, më duket e çoi një herë edhe në Zvicër, mos gaboj, por e solli edhe një herë në Itali. Në Itali e çoi tek një psikolog. Dhe ky psikologu i tha, dëgjoj, vajza tha nuk ka asgjë. I tha psikologu dhe fal Zotit që shkoj tek një psikolog vërtet i zgjuar. Tani do thoni ju, po ti pse nuk i thua, unë nuk kam asnjë grad, nuk mund t'i thosh jam ta sugjeroj një njeri sepse nuk jam as mjek, as psikolog, as shkencëtar, nuk jam asgjë. Unë jam thjesht një hulumtues dhe unë nuk mund të sugjeroj njerëzit se çfarë mund të bëjnë. Nuk mundem, sepse nuk kam grada. Nëse pasesë nëse ndodh gjë do më thonë ti më the, ti më bëre. Kështu që nuk mundem. Dhe si përfundim i thash vetëm këtë, i thash, shikoj, i thash unë ka në të gjithë botën, sepse përgjigja që i thash unë, të dish thash unë që në të gjithë botën thash unë ka njerëz që mendojnë që kanë kontakte me forma të tjera jete. Dhe disa prej tyre thash e kanë në formë vizive, të tjera kanë thash unë në momente trans ose në momente të gjumit. Të tjera akoma kanë këto kontakte me zë në tru. Dhe tani do t'ju them atë surprizën që ju thash më përpara. Duhet të dini që në vitin 2011-2012 u hap një organizat botërore e quajtur Inner Voice. Çfarë do thot kjo? Zëra në tru. Pra, zëra, si që thonë edhe në italisht, voci nella tua testa. Zëra në trurin tënd. Dhe ky është një fakt i pakundërshtueshëm. Do t'ju them se si. U bë një studim, sepse kjo organizat bën një studim në mbar botën. Bile ka mbaruar studimi, një tjetër studim, nuk ka një vit që ka mbaruar një tjetër studim, kanë shkuar edhe në Turqi, edhe bile në Turqi kanë gjetur shumë raste. Po, njerëz që kanë u flasin në tru. E di që ndokush nga ju do thot tani që këta janë të çmendur. Jo, jemi ne të çmendur që ne nuk kuptojmë botën që na rrethon. Dhe nuk është e mundur që 40% të popullatës në botë njëherë në jetën e tyre kanë dëgjuar një zë brenda trurit. Dhe çfarë bën truri? Shkencërisht kjo. Truri e anashkalon sepse mendon që është diçka e pa me fjalë kërkon që t'jap një shpjegim racional, por nuk ka. Nuk ka një shpjegim racional. Dhe e anashkalon, dhe thotë kjo nuk është asgjë. Dhe e harron truri. Ndërsa 20% të njerëzve në botë janë koshient që ajo është e sakt, pra ai informacion është i sakt. Dhe pothuaj rreth 2-3% të këtyre jetojnë çdo ditë me këtë zërin në tru. E dini se çfarë do thotë 2%? Nuk po themi 3%, por themi 2%. 2% e popullatës botërore, në 8 miliard, sa janë? Më thoni ju. Janë qindra mijëra njerëz në mbar botën që dëgjojnë zëra çdo ditë. Dëgjojnë zëra dhe disa nga këta edhe shoqërohen. Edhe e ndihmojnë, zëri e ndihmon gjatë jetës. Do t'ju them një. E dini që Baba Vanga kishte vizionet e saj, fillimisht ishin kur ajo psoi aksidentin, që nuk shihte më, dhe kishte pak të kalorsin e bardh, me kalë të bardh dhe një kalors, i veshur me të bardha. Dhe këtu, herë i thoshte me anë të zërit në tru. Po, pra e informacionet që ajo jepte me anë të zërit. Shiko, për disa nga ju që mendojnë që Baba Vanga është vetëm për rallë, do t'ju them që shkencore, 24% të atyre parashikime që ka bërë Baba Vanga, 24% janë shumë, është bërë një studim për këtë, do t'ja u them në një video tjetër, janë faktike, pra kanë ndodhur. Ato që ajo ka parashikuar kanë ndodhur, 24% është shumë. Ne sikur edhe një të vetëm, një fakt të vetëm ta vërtetojmë, ne nuk kemi pse të shikojmë pastaj se nëse të tjerat janë të vërteta ose jo. Një, sikur të gjejmë. Por ajo 24%. Megjithatë, doja t'i thoshja që kjo vajzë shqiptare, që nga jo ko, sepse më shkruajt i thash, unë para disa ditësh bëra një post në Facebook për nëse e pat videon e mëparshme para 2 ditësh dhe kërkoja që në qoftë se u ka ndodhur gjëja më e çuditshme që u ka ndodhur në jetën tuaj dhe më shkruajti ky zotëria.
prapë sepse jemi miq të vjetër dhe më shkruajti në privat si gjithmonë me mail dhe më tregoj se si kanë rrjedhur ngjarjet e tjera që ajo ka gjetur. Pra vajza është e madhe sot, jo shumë e madhe, por është e madhe dhe me fjalë ka kaluar moshën e pjekurisë, këtë doja thoshja, dhe është koshente për atë që ndodh dhe ajo është e udhëzuar nga këto zëra. Dhe më ka thënë disa gjëra për mua personale që nuk dua t'i them. Unë e përsëris edhe një herë, unë nuk jam askushi, nuk jam asgjë, unë mundohem vetëm të zgjoj mendjet e njerëzve dhe mendoj që është i vetmi kanal ose vetmja dritare që njerëzit jo vetëm ndjehen në shtëpinë e tyre, por mund të shprehen si të duan. Pra nëpër kanalet e mia, të gjitha kanalet, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, këta di unë. Dhe ky është qëllimi im. Unë mendoj që secili ka një mision dhe mendoj që ky është misioni im. Pra misioni në atë parë që të zgjoj mendjet e njerëzve. Dhe tjetra, nëse keni vënë re, unë nuk ofendoj askënd. U lë si mund të themi, u lë vend të gjithve që të thonë mendimin e tyre. Pa çka se shumë prej tyre nuk e kuptojnë. Dhe shumë prej tyre, kur bëjnë disa komente banale, u duket sikur dinë dhe po ta shikonin, nëse ata kthehen në vetvete të thonë pa prit pak. Nëse ky më thot diçka, edhe mund të jetë e vërtet sepse ky në atë parë diçka di. Një. Dhe e dyta, nëse shumë njerëz që e përcjellin dhe shumë njerëz që e ndjekin, dhe këta një pjesë prej tyre kanë disa fakte të vërteta si e thot ky zotëria, pra Nadiri. Mund të jetë e vërtet? Pra nëse njeriu zgjon këtë mendim, nga ai moment do zgjohet nga gjumi. Do zgjohet nga gjumi dhe do kuptoj që gjithë bota që na rrethon është një mister. Ne duke filluar që nga senset tona janë banalissim, janë vërtet banale senset tona. Ne njohim shumë pak. Ne shkencërisht njohim 0,4% të botës që na rrethon. Senset tona është tmerrsisht e ulët. Dhe ne nuk mund të pretendojmë që 99% e ca është ne e njohim. Nuk e njohim sepse nuk njohim asgjë. Dhe po thoshja që jam thjesht një ulumtues që dua të zgjoj vetëm mendimin dhe më vjen mirë ndonjëherë që më shkruan ky zotëri apo të tjerë që thonë që kishte të drejtë sepse i thash të vetmi sugjerim që i dhash atëre, pra në vitin 2013, i thash shikoj thash, nuk duhet ta çosh në asnjë vend vajzën i thash. Ti duhet vetëm të ikësh këtej, nëse vajzën thash unë do ta piketojnë shokët dhe shoqet. Gjën e parë që duhet bëj thash nuk duhet flas me askënd, sepse njerëzit janë ignorant. Dhe janë pikërisht familjar të parët janë ignorant të parët, sepse ata janë që mund ta mbyllin në një psikiatri, apo kur në botë më tha mua vajza ime, tha është si ylli, tha unë e mbaj. Bravo i thash. Mbaj afër dhe shikosh tashun që ajo do të zgjidh gjithë shumë probleme. Sot zotëria nuk është më në Shqipëri, ndodhet diku tjetër, në një shtet tjetër, është shkëlqyeshëm, sugjerimin ja kishte dhënë vajza. Sot vajza punon në një vend fantastik, është shumë e përgatitur, nëna e saj prapë edhe ajo në punë dhe kanë bler shtëpi, janë në një situatë fantastike dhe mua më bëhet qefi për këtë, sepse janë vetëm pak vite. Merr mend, në vitin 2014 apo 2015 ai iku, jemi në vitin 2025, ai brenda 8-9 viteve bleu shtëpi dhe janë të gjithë shkëlqyeshëm. Dhe po thoshja që këto janë satisfaksionet, por megjithatë, doja t'ju thoshja që inner voice, ose ai studim që është kryer në të gjithë botën, merrni në mend 2%, 2 apo 3% e botës, të njerëzve në botë, bashkëjetojnë pikërisht pra me këtë zë që ju vjen në tru. Dhe unë doja t'ju pyesja juve, a ka prej jush fakte të tilla, pra të tjerë që kanë këto fakte, pra që ndodhin që dikush i flet në tru? Ne kemi bërë dhe një emision tjetër, nëse keni parë. Te emisioni Enigma ka qenë një vajzë nga Lezhë që edhe ajo vazhdon akoma sot, por nuk e thot më publikisht, sepse nuk do që ta thot publikisht, sepse u martua dhe tani edhe familja nuk do që të flasin njerëzit, por është vajzë fantastike, vajzë yll, më vjen keq për nënën e saj që nuk jeton më, dhe ishte pikërisht nëna e saj që më pyeti dhe fal nënës së saj, ajo tani është shkëlqyeshëm. Pra edhe në këtë rast dash kontributin tim dhe ndaj do dëshiroja që ndonjëri nga ju, nëse ka raste të tilla, do t'ju lutesha që të më shkruaj edhe në privatisht dhe
ta diskutojmë. Pres komentet tuaja nëse dikush tjetër nga ju ka nga këta zëra në tru. Pres, sepse ky është vërtet një argument mjaft i rëndësishëm. Mbajeni mend, mira njerëz në botë kanë të njëjtin fenomen dhe vazhdojnë të bashkëjetojnë me këtë fenomen, nuk është asgjë tjetër veç se një dhunti nga krijuesi. Pres, ju përqafoj.